Unë kam 100 hektarë tokë, si kam marrë me qira. Unë nuk marra si subvencionim për shtetit, përse nuk ashtë toka në bazë të ligjit, e kanë bazë tokat vetë, nuk e kanë me ligjë 7.500 fermer këto. Edhe unë i kam tokat pas i letër. Shpimi i nafsa rrit, shpimet e pleneve kimike në rrit, edhe na ka qëjpë, s'kur dje puna me bo problemin na, bjetë shpimi. Pa tjetër, ka një ku shumë. Dhe si pasojmë raba do të shtot edhe shpimi i punimeve të tokës. Naftën e mora 2.140 lek. Mund të shifni edhe në tabelë si është atje, sa që pik leverdijet me dalë kush nuk ka. Që se në rrët shpimet barbordë, statosferë, po s'ka kush të katë, unë asun për vedi në tokë teme s'kam leverdi me i punu. Kosët e plugimit kanë shku me i fjallë ka kënë 17, si mas zetorit, zetori me 2 korpsa ka punu me 18, me 3 vesh ka punu me 17, a ke për asysh tash, barabar, tash ka shku 20.000 lek. Ekonomia fshatit bazohet me blegtorin dhe po të shojsh rritjen e plena kimike, farnave, të gjithave naftës e këto, dhe ashtë në vërgjësi dhe fshatit mbetet pas nuk ka. Janxhi për tokën në Janxhi që po mjetim sot, nuk po hedhi plena kimike se nuk del mundësia ekonomike për ta blej. Fëmija i vogël që do ndhim për mu rrit. Dhe po nuk qef fëmija i fshatit, pra në ndimes, dhe më thanë qytetit do ketë mungesa ushqimore me gjitha me të kufill me bazën më kryesore që është për të